بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi ta përjetojmë dhe këto çastet e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na mundson ta përjetojmë natën e Kadrit. Kemi kënaqësi të veçantë që jemi në mesin tuaj, vëllezër të ndershëm. Ju falenderojmë nga zemra që ju keni përgjigj ftesës, në veçanti musafirët që kanë ardhur prej largu, vetëm që ta freskojnë këtë mezhlis. Lutim Allahun Azza wa Jall për çdo hap që e kanë qitën, Allahu Azza wa Jall t'i shpërblen me të mirat e tij. S'ka dyshim se fjala më e mirë është fjala Allahut. Dhe Allahu Azza wa Jall si vjet na ka nderuar me një hafiz të veçantë që na vjen nga trojet nga tokët arabe, nga Kairo, hafizin e nderuar Izzet Xhemalin, që ne do të kërkojmë nga ai që në të fillimisht të na i reciton disa vargje nga Kur'ani i Kerimi, në mënyrë që të qetësojë zemrat tona. Allahu Azza wa Jalla shpërblet. Fadhali. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه
بعده فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Allah është bleft, s'ka dyshim se Kur'ani i Kerimi është i bukur në vete, mirë po zoni i bukur ja shton bukurinë, siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jalla ka nderuar si vjet me këtë hafiz, që Allahu na ka mundësu gjithashtu se inshallah natën e 27 do ta përmbyllmi, do ta bëjmë hatme me Kur'anin e Kerimin në namaz. Pra Enes ibn Malik transmeton, i cili thotë se duaja, lutja në përfundim të Kur'anit Kerimit, në përmbylljen e Kur'anit Kerimit shpresoj se pranohet. Ato që të cilët kanë dëshirë që të morim pjesë në përmbylljen e fjalëve të krijuesit ton, inshallah natën e 27 në namazin e natës do ta përmbyllmi hatmën gjatë namazit natës. Allahu na mundësof që të jetojmë sa më gjatë me vepra të mirë. Gjithashtu vëllezër të ndershëm, ju shpreh keqardhje veçanti për shkak të mungesës së vëllaut ton Adem Ramadanit, hafizit, ilahistit të njohur, për shkak se ka pas një sulm të vogël në mëngjes. Dhe lutim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall ta shëroje sa më parë. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall t'i jep jetë të gjatë me vepra të mira dhe shëndet, dhe inshallah na i kompenzon, na i ban kaza spakun këtë Ramazan natën e 29. Lutim Allahun azza wa jall që deri në natën 29 inshallah Allahu e shëron me shërim të plot. E në veçanti moderatorë s'ka në kollaj më konë. Për shkak se moderatorë thësh në kollaj të flasin që ka të dojnë, ama moderatorë me qenë prezencën e djetarëve të trojve tona kanë shumë zorë me qenë. Pra të dhe të ndeshëm kemi nderin që ne jemi në mesin e di hoxhallarëve të dalluar të veçantë, si që thash dhe si që kam thonë në të kaluarën, se vetëm hoxha ka mundësi të vlerëson hoxhën. Sikur mjeku që e vlerëson gjithashtu mjekun. Po ashtu unë i kam përshtypjet e mia dhe unë e di se këto s'kan qef këto fjalë mi thonë, a unë e i tham për shkak se ajo që më ka motivu që t'i tham këto 2-3 fjalë është një thonje Imam Ahmed ibn Hanbelit, që kur vdiste një dietar, kur vdiste një hoxh i madh, ai qante që nuk është pa duke qajtë sikur atë ditë. E kur e pyetën Imam Ahmed ibn Hanbelin pse ka shumë po brengosësh, po mërzitesh dhe po qanë, sa për shkak se nuk vlen që të qatë ma shumë se dietarët, nga se ata duhet me vdek për që ditë vlerën. E ne inshallah ja dim vlerën para se me vdek. E lutim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall të na ban të dobishëm. Në veçanti kemi ne hoxhën nderuar që ka ardhur prej së largu, prej mëngjesi ka udhëtu vetëm që të na gëzon neve, na freskon këtë mexhlis, gjithashtu dhe na i ban këtë neje të këndshme me këshillat e arta të tij. Pra hoxhës së nderuar, doktorit Justian Topolli. Ke përmison pastaj kupton behemin, tregon se pse e kanë prej ardhen. Pra hoxha e nderuar është i diplomuar në Universitetin Islamik të Medinës, pra ka jetu disa vite në qytetin e pejgamberit Allahut. E pasi që është kthyen, ka marrë gjithashtu një përgjegjësi të madhe dhe ka udhëheqën lidhjen e hoxhallarëve
ku nën udhëheqjen e tij ka qenë afërsisht 120 hoxhallar. E pastaj ka vazhduar gjithashtu diplomimin ku ka doktoru në sociologji. Pra Allahun e lutim që Allahu Azza wa Jall të ban të dobishëm, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall t'ia lehtëson çdo hap në jetën e tij dhe ta ban të dobishëm deri të jetë gjallë në frimarrjet e fundit, që t'ia shohmi hajrin. E kanë siç kanë thonë se kur të prezanton dituria, hesht ignorancë. Pra unë po heshti, tash ja kaloj mikrofonin doktorit të nderuar e pastaj gjithashtu dhe hoxhës dhe profesorit të nderuar Muhammed Darmaku, i cili vjen nga një familje e njohur, që baba i tij ka qenë i njohur në gjithë Kosovën, Hafez Idris Darmaku, që në ka respektu maksimalisht. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall ta ketë përfshim me rahmetin e tij, ku ka pas hise të jetoj disa ditë apo me muaj me ta, dhe kam pa mrekulli në ta, që ndoshta do t'i tham ditë fjalë për ta. Lutim Allahun Azza wa Jall në këtë muaj të bekuar, Allahu Azza wa Jall ta ketë mëshiru me mëshirën e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gjemaat nderuar, alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Falënderojmë Allahun xhaleshanuhu për gjitha mirësitë që na ka dhënë. Salavat dhe selam qënë për profetin tonë sallallahu alaihi wasallam, që shohë Allahu xhaleshanuhu pejgamberit i fundit, mas cilit nuk vjen profet tjetër. Në radhë parë, falenderoj hoxhën, por edhe xhamatin për këto fjalë të mira, edhe pse realisht nuk i meritoj. Një hyrje të shkurtër për të shuar kuriozitetin tuaj që ç'është ky hoxh që ka emrin Justinian Topull. Familja ime, nuk kam zakon flas, po me njerë jam detyruar prej 13 brezash që musliman. Unë kam pemën e gjinologjisë dhe jam musliman. Një nga të parat e mi, stërgjyshin, ose baba i gjyshit tim, quhej Idris Topull. Ka qenë kati në kohën e Perandorisë Osmane, dhe një nga funksionet që ka quar ka qenë kati edhe këtë qytet. Dhe një nga djemtë e tij, vllai i gjyshit tim, ka lindur pikërisht këtu. Pastaj është vendosur në Shqipëri, kur u ndan në kufit edhe ka jetuar atje dhe ka vdekur. Ka vdekur si mufti. Tash ti nipi i Idrisit si e ke emrin Justinian. Por mos të rëmë gjallë kemi kaluar periudhën e komunizmit, kështu që po e di shkurt. Kjo është arsye. Kemi jetuar situata të tjera atje dhe kjo është një nga arsyet pse kam vërtetë emrin. Përndryshe në origjinë jam nga Gjirokastra, një familje patriotike, ndoshta keni dëgjuar. Ose po do të zgjatëm të se kjo s'ka përket këtu. Zoti është përbleft për prezencën. Ajo që kam përgatitur për folur sot, edhe pse hoxha juve mashallah me fendesë ka trajtuar këtë temë, ka të bëjë me zemrën, ose me punën e zemrës dhe me thelbin e imanit që është në zemër. Sepse ne besojmë se edhe pse imani nuk është vetëm me zemër, ama që aty fillon dhe aty e ka origjinën. Ne jemi në muajin e Ramazanit, muajin e madhëshëm të Ramazanit, një muaj që Allahu xhaleshanuhu na ka obliguar ne dhe na ka bërë sebeb për të fituar takua. La'allakum tattaqun. Pra që ju bëheni të devotshëm, takvalisht. Çfarë është takuaja? Kjo kanë shpjeguar hoxhallarët, të ruhesh nga gjunafet, kryesh obligimet. Apo siç e ka
Vënë si shembull Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ajo ka bërë vakitha të hesin në një rrugë tha me ferra. Çfarë keni bërë? Jeni rritur që mos t'u kapeni apo prekin ato ferrat. Kjo është takuaja. Ama ku është takuaja? Ku ndodh takuaja? Sallallahu alaihi wasallam, profeti sallallahu alaihi wasallam i dërguar Allahu xhallahu ka thënë takua hahuna, takua hahuna, takua hahuna. Takuaja 3 herë ka përsëritur i dërguar Allahu xhallahu ka thënë takuaja është këtu, në zemër. Takuaja dhe botshmëria për kushtimin e Zotit është këtu në zemër. Aty e ka origjinën. Profeti sallallahu alaihi wasallam i dërguar Allahu xhallahu ka thënë inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allahu xhallahu nuk shikon juve thot ajë të bukur e të pashë, nuk shikon panën tuaj të jashtë. As nuk shikon as pasurinë tuaj. Por çfarë shikon? Shikon zemrën tuaja edhe veprat tuaja. Pra ajo që na shikon Allahu xhallahu dhe ku e vendos fokusin Allahu xhallahu është pikërisht zemra. Sepse nga zemra buron çdo iman, çdo besim dhe çdo vepër. Dhe sinqeriteti buron pikërisht nga zemra. Nëse ti e ke zemrën e mirë, thonë njerëzit me zemrën e mirë. Nëse ti e ke zemrën e mirë, do ta reflektojnë edhe ato gjë ty. Ne i themi një shprehje nga Shqipëria, Shqipëria mesme, çfarë ka bardhë nxjerr bardhë. Pra nëse ti e ke zemrën e vërtet mirë, edhe trupi do të jetë mirë. A mund të jesh i mirë nga jashtë, e si mirë nga brenda mund të jetë, siç janë munafiqët apo hipokritët. Siç ka thënë profeti në hadithin e minjor profeti alayhis salam, ala fi jasad al-mudqa idha salahat salaha al-jasad kullu, ala fi al-qalb. Thot në trup thot ka një sop mish thot që nëse ndrejshet ajo ndrejshet i gjithë trupit. Pra ndrejshet edhe ana jashtë me ti, dhe është zemra. A edhe në këtë hadith profeti alayhis salam e thot theksin tek zemra, tek shpirti apo pjesa e brendshme e besimtarit. Por në ditën e Kiametit nuk kam vlerë punët nëse nuk zemra është e qetë, nëse zemra nuk është besimtare, dhe zemra nuk është e drejtë. Jo më la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim, të Zoti Kur'an. Ditën ku nuk vlen as mirë, as pasardhësi, as gjë, as pasuria. Përveç atij thot, i cili vjen nga Allahu xhallahu bi qalbin salim, me zemër të pastër, me zemër ndritur, me zemër me iman, me zemër me sinqeritet. Prandaj thelbi i ibadetit, thelbi i adhurimit, thelbi i besimit fillon në zemër. Dhe zemra është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Dhe thelbi i adhurimit prej aty fillon. Namazi që ne falim, nëse nuk ke zemrën në të, agjërimi që ne bëjmë, nëse nuk ke zemrën në të, nuk ka vlerë. Që të gjithë ne falim namazin një lloj, abdes kemi marrë një lloj, rukun, etahiyat, të gjitha, ndoshta edhe Kurani një lloj. E ku dallon një person me një person që ka në krah, ndërkohë që namazin e kanë një lloj, rekatën mund t'i falë një lloj. Dallon në përkushtimin që ka në zemër. Andaj zemra është shumë e rëndësishme dhe është pjesë thelbësore, atje thelb është themeli i besimit, themeli i imanit. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هذا الله. Do ai i cili madhron ato shenjat e Allahut xhallahu, kjo është prej kujt? Për takvas së zemrës. Atë që thotë profeti alayhis salam që takvaja është në zemër. A kjo është, ai kush i madhron shenjat e Allahut xhallahu, ai që ka takva në zemër. Pra gjejmë këtu edhe një herë se si Allahu xhallahu i ka dhënë rëndësi veprave të zemrës dhe zemrës. Pse pikërisht zemrës? Sepse nga zemra fillon sinqeriteti, ihlas. Dhe ne dim që thelbi i kësaj fesë tonë është ihlas. Ihlasi i adhurimit të Allahut xhallahu. Shahadeti la ilaha illallah, jesa para shahadeti nuk është gjithë vetëm se ihlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Nuk kanë urdhëruar ti vetëm se që ta adhurojnë Allahun xhallahu vetëm dhe ta kushtojnë atij fen me sinqeritet. Dhe sinqeriteti fillon nga zemra. Sinqeriteti fillon nga zemra e robit. Po si rrët imani në zemër, apo si kultivohet besimi në zemër?
përmes ibadeteve që ne bëjmë. Por ibadetet të cilat e kultivojnë imanin në zemër dhe forcojnë atë më shumti, janë ibadetet të cilat bëhen në fshetësi. Ibadetet që bëhen në fshetësi, që nuk të shikon kush. Dhe kjo është e përshtatshme për të përmendur pikërisht në këtë muaj, në muajin e Ramazanit, në muajin e agjerimit, sepse agjerimin e di që është ibadet i fshehtë. Për shpresë Allahu xhaleshanu dhe robët, askush prej nesh nuk e di nëse tjetri agjeron apo nuk agjeron. Ne shikojmë që fshet iftar as i tyre. Ama vetëm Allahu xhaleshanu e di në të vërtetë ka agjeruar apo s'ka agjeruar. Kush e shikon ti në fshehtësi nëse ti ha apo pi? Askush veç Zoti, Allahu xhaleshanu. Për profeti alayhis salam ka thënë në hadithin e tij men istata minkum an yakuna lahu khabiyatun min amalin salih falyafal. Nëse ka mundësi do kush për ju që ta bëj një punë të fshehtë, pra një vepër apo një adhurim të fshehtë, që mos ta shikojë askush, le ta bëj atë. Adhurimet e dukshme sigurisht janë pjesë e fesë. Dhe duhen bërë. Ama nëse ti ke mundësi që të bësh adhurime të tjera të fshehtë, bëj atë dhe mos e lërë të profeti alayhis salam. Po ashtu në hadithin e minjor, ku i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka thënë që 7 njerëz janë ata të cilët do të jenë në hijen e arshit Allahut, ditën kur s'ka hije tjetër veç hijes së tij, dhe ka përmendur 2 persona, të cilët adhurimin e tyre e kryejnë fshehtësi. Rajulun dhikra Allah khalian fa fadat aynahu. Ai personi i cili qëndron i vetëm vetmuar thot dhe i rrjedh një lot në frikë Allahu xhaleshanu. Pra në fshehtësi, atë ibadetin e tij apo trishtimin e tij apo përgjërimin e tij në Allahu xhaleshanu e bën në mënyrë të fshehtë. ورجل تصدق بصدقة حتى أخفاه حتى لا يعلم شماله ما ينفق يمينه. Dhe një person tjetër, thotë profeti alayhis salam, në këtë hadith, pra një nga 7 grupi 2 të ky, i cili jep sadaka thot, me dorën e tij të djathtë thot, aq sa dora e tij e majt nuk e përvesë çfarë jep e djathtë. Ka një pjesë njerëz që fusin dorën e majt në xhep, që mos e shohë e djathtë. Por qëllimi është që askush mos ta di sadakan përveç teje dhe Allahu xhaleshanu. Të dy ka përmendur profeti alayhis salam ndër të tjerë. Pse se këto janë 2 vepra të sinqerta, janë 2 vepra të fshehta. Sadaka tusir tukhfi ghadab rabb. Ka një profeti alayhis salam ku i dërguar Allahu xhaleshanu thotë që ajo sadakaja e mosha, bamirësia që ti bën, e jep në fshehtësi, e shumë zemërimin në Allahu xhaleshanu. Ti mund t'japësh sadaka edhe në dukshme. Bën, edhe mirë është. Ama kur ti e jep në fshehtësi atë, përveç se ka vlerën e sinqeritetit tek Allahu xhaleshanu, përveç se ka shpërblimin tek Allahu xhaleshanu, ajo ka një veçanti tjetër, që çfarë e shuan zemrimin në Allahu xhaleshanu. Një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam thotë që inna Allah yuhibbul abda taqiyan naqiyan khafi. Allahu xhaleshanu thotë e do robën e devotshëm që është i pastër edhe i fshehtë. Është i pastër në ki, i kulluar, është sinqert, atë është i fshehtë. E do Allahu xhaleshanu. Atë të cili nuk e njeh kush. Siç ka thënë profeti alayhis salam thotë, "Ruba rajulin madfuun bil abwab, ashqafu akbar, la yaba kathir min an-nas lahu. Law aqsama ala Allah la barra." Ka njerëz thotë që mund të jenë me pamje jo të rregull, pa rregull, florosur. Nëse shkon dikujt në derë, nuk e qas, e largon. Pa njëri që nuk e vlerëson kush. Ama thotë ka prej atyre thotë që nëse betohen Allahu xhaleshanu, për nëse lutën Allahu xhaleshanu, Allahu xhaleshanu nuk e kthen mbrapsht atyre. Kështu që mos shikoni shpesh njerëz që mund duken me takva të madhe apo me që hiqen se janë të devotshëm apo janë të ditur,
se ata janë më të mirë tek Allahu xhaleshano. Përkundërse, mund të ketë njerëz të fshetë mes jush që janë mund të jenë më të devotshëm edhe më të afërt tek Allahu xhaleshano se shumë prej besimtarëve të tjerë apo se shumë prej hoxhallarëve që dalin këtu dhe flasin ju. Pse? Sepse marrëdhënia mes Allahu xhaleshano dhe robit është marrëdhënie me zemër. Dhe të gjitha ibadetet e jashtme janë funksion të zemrës. Edhe pse imani ne besojmë se nuk është vetëm me zemër, është me gojë, është edhe me gjymtyr, ama do të shërbejnë zemrës. Burojnë në zemër dhe i kthejnë po prapë zemrës. Pra imani dhe rritja dhe ushtimi i rëndësi i ibadeteve të zemrës dhe ibadeteve të fsheta e bëjnë njeriu më të sinqert për Allahun xhaleshano. I ashtojnë atij sevapin më shumë dhe afrojnë atë në Zotin më shumë. Sepse fakti që Allahu xhaleshano e do robin dhe fakti që Allahu xhaleshano ja pranon atij më shumë kur është sinqert, thotë që gjitha këto kanë shumë më vlerë se sa ibadetet kur bëhen në mënyrë publike. Abdullah ibn Mubarak, një prej dietarëve të seleve, thotë që unë nuk kam parë njeri, thotë, si Imam Maliku, thotë, që të ngrihet në syrin e njerëzve më shumë se sa ai. Edhe pse ai thotë nuk kishte shumë ibadete të dukshme, nuk kishte shumë sadaka të dukshme, nuk kishte shumë namaz të dukshme. Ama unë besoj, thotë, se Allahu xhaleshano ka ngritur në syrin e njerëzve sepse ai ka pas punë të fshehta që ka vdesur skurt. Nuk e ka ditë mush. Imam Ahmedi ka thënë për Abdullah ibn Mubarak, për të njëjtin, për këtë imam që tha këtë fjalë për Imam Malikun, thotë Allahu xhaleshano nuk ka ngretur, nuk kam parë njëri ta ketë ngretur siç e ka ngretur Abdullah ibn Mubarak. Pse? Sepse edhe ky imam të njëjtën gjë. Kishte vepra të fshehta që askush nuk e dinte. Dhe është interesante se ky nuk ishte vetëm dietar imam, dietar i fikut e dietar hadithit, po dhe ishte edhe tregtar. Të thotë që bënte bamirësi. Por se ishte tregtar, ishte edhe muxahid. Ka ku shkonte në luftë, mbulonte fytyrën që mos ta shikonin njerëzit. Shkonte në luftë që mos ta shikonin njerëzit, sepse ishte trim. Dhe në mënyrë që njerëzit mos ta lëvdronin për atë që bënte. Ky ishte Abdullah ibn Mubarak. E prandaj Allahu xhaleshano ta njerëzit kanë ngritur lart, sepse ibadetin dhe përkushtimin përveç asaj të dukshmes e bën në mënyrë të fshehtë. Një përselem ka thënë, Ebu Hazim ka thënë që fshihi të mirat e tua, veprat e tua të mira që bën, më shumë se sa fsheh gjunahet e tua. A ka njëri prej nesh që do të tregoj gjunahet, që i bën fshehtësi dhe nuk shikon askur veç Allahu xhaleshano? S'ka njëri që do të tregoj gjunahet. Zoti na mëron ato gjëra që kemi, Zoti mos na zbulon ato gjëra që ne bëjmë, se nuk ka njëri që nuk bën gjëra. Syri shpëton, goja shpëton, vesh shpëton, Zoti na ruaj se mos në këtë kohë që jemi. Ne thjesht kohën me kthy telefonin pa e bën një gjë. Dhe çfarë thotë Abu Hazim, thotë, fshihi thotë. Veprat e tua të mira më shumë se sa shpreh gjunahet e tua. Nuk ka nevojë të di kush shpreh njerëz, të di Allahu xhaleshano. Të di Allahu xhaleshano. Pse? Sepse nëse ti fsheh veprat e mira, i më sinqert tek Allahu xhaleshano. Ruhesh nga rrjalla, nga shtirja, nga hipokrizia. Dhe Allahu xhaleshano të ngrejë në sy të njerëzve. Po të ngrejë në sy të njerëzve, edhe se ti nuk e do atë. Ibn Qayyim rahimahullah, Allahu mëshiroft, ka thënë që gjunahet e fshehta, ato që bëhen fshehtësi, janë shkaku i devijimit të njerëzve. Ka për njerëz të besimtarë, ne kemi parë, Zoti na ruaj, ka pasur edhe hoxhallar që kanë devijuar. Cila është nga shkaqet? Nga shkaqet janë gjunahet e fshehta, që askush nuk e shikon. Ka ca gjuna e fshehta njerëzit që nuk e di askush. E nëse ato shtohen, ato bëhen sebeb që njeriu të devijojë. Ashtu siç veprat e mira të fshehta thotë, janë aslu sebat, janë shkaku apo arsyeja kryesore që njeriu mos devijojë apo të qëndrueshëm në fe. Nëse ka njerëz të qëndrueshëm në fe, dijeni se ata kanë adhurime të fshehta që askush nuk e di vetëm Allahu xhaleshano. Umar radiallahu anhu tregon se në kohën e Abu Bekrit, pra masi kishte ndruar profeti sallallahu alaihi wasallam,
Shikoj që Abu Bekri mas namazit sabahut, falte namazin e sabahut, se ishte imam. Dhe dikte nga xhamia dhe shkonte në shkretir, printe sakatje dhe kthehej pastaj. Dhe një ditë tha, vendosa të shkoj namaz. Ku shkon? Çfarë bën Khalifa musliman? Khalifa musliman. Dhe ndoqe në mbrapa thot, dhe u fshehën pas në shkollë. Dhe e pash që Abu Bekri shkonte hynte në një çadër. Ndeti një farkohë aty dhe pastaj doli, u largua. Mbas u largova shkova dhe pash në atë çadër një grua të verbër, e dobët e smur, që kishte disa fëmijë për qark. E thash, robre shalom. Selam aleikum, sigurisht që përshëndet. Kush isha ai njeri që erdhi? Nuk e di tha. Sa ajo s'kishte, nuk ishte verbër, nuk shikonte. Do si në atë kohë nuk ishte edhe telefona, afishe të njifeshin se kush ishin udhëheqësit. Njifshin me emësh, për shkak nuk njifshin me fytyrë. Dhe thot, kush ishte ai që erdhi? Nuk e di thot, një rob prej robëve muslimane. Po çfarë bën ai këtu këtu që hyn thot? Ai vjen thot, po pastron shtëpinë thot, po mirë dhim qumshin, edhe do bën bukat. Edhe i. Kur umre të gjoj, gjëton syt, që tha, atë abta kulefa edhe nga abaka. Jo, ke vështirë surfa, i ke lofë, kalifët, pra udhëheqësit muslimani dhe bimas të se këtë që ti bënë nuk e bën kush. A ishte kalifi muslimani, i pari muslimani, mbreti muslimani, më shokë presidenti, dhe mi tha të shkonte shkërbente në fshetë si një gruje të verbi që nuk e njifte. Prandaj, edhe Allahu xhashanu e ngriti Abu Bekrin mbi të tjerët, sepse ishte i tillë. Po prapë selefëve ka që thonë, kur tregojnë për selefën thotë që ka pas për njerëz dhe thotë që përqenin, para përqenin që të bënin puna të mira dhe vepra të mira që as kush mos u dinte prej ta, as fëmijët e tyre dhe as gratë të tyre. Ka pas për selefëve që agjironin për 20 vjet, për 40 vjet dhe gruaja që kishin shtrat nuk e merrte vesh. Që e agjironte. E merrte bukën në mëngjes, kur shkonte të tregën punë, e jepte atë sadaka njerëzve dhe ku kthehej në shtëpi, hante bashkë me familjarët, ata mendonin se ishte ngrënë bukën. Ndërkohë që e agjironte dhe askush nuk e dinte. Apo ka pas njerëz që çoshin falën namaz natë edhe pse mund kishte vizitorën të, askush nuk e merrte vesh që falën namaz natë për vite me vite të radhë. Po ashtu tregohet për selef Hasan al-Basri thotë, për tabiin ndaj për selefët ndaj thotë, ka pas njerëz që kanë qenë hafiza Kur'an, dietar në fiks, dhe askush nuk e dinte. Pse? Sepse nuk e shfaqnin vetë. Sigurisht që kishin ulema, nuk se ai që është ditur, kur ka nevojë njerëz duhet ta tregojë atë, sepse ka obligim ndaj Allahut që shënon. Në atë vend apo në atë kohë njerëz kishin dietar mashallah, nuk vunin për ulema. Apo kishin atë që të tjerë që ishin dietar fshirë që askush nuk i njihte. Dhe Hasan al-Basri thotë kam njohur brez njerëzish thoshte, që nëse të kishte punë e cila mund të bëhej fshetazi, nuk e bënin kur ashiqar, nuk e bënin kur publike. A nëse kishte edhe për të mirë e cila mund të bëhej fshetazi, çfarë do të qoftë ajo? Nuk e bënin kur publikat. E bënin vetëm atë në fshetësi. Ibn Jauzi, Allahu mëshiroft, predietarë shekullit 7 i Hijretit, thotë kam medituar thotë kur kam parë njerëz se cila është arsyeja që Allahu xhaleshanu i ka dhënë disa njerëzve bereqet dhe pranim dhe disa të tjerëve nuk i ka dhënë. Kam parë njerëz thotë të cilët duken si devotshëm, edhe në veshje, edhe në sjellje, edhe në ibadet, ama njerëzit nuk i duan, nuk i tërheqin zemrën tyre. Ndërkohë që kam pas njerëz të tjerë që nuk shikoshin që bëjshin ibadet nafile apo diçka shtesë, mbaheshin mirë, të veshur mirë, por nuk kishin pamjen e një devotshëm, ama njerëzit i donin ata. Dhe konkluzioni që kam arritur është se këta njerëz kanë pasur një punë të fshehtë, një adhurim të fshehtë që askush nuk e ka ditur. Askush nuk e ka ditur. Bishr ibn al-Harith, një prej selefëve gjithashtu, ka thënë
që askush nuk i shijon ëmbëlsinë e ahiretit nëse do që ai të njihet që në këtë dynja. Pa nëse dëshiron, se robi Allahu i mund t'ja jap dikujt që të njihet këtë dynja, edhe punë dëshirës. Ama thot nuk e shijon thot ëmbëlsinë e ahiretit, thot ai i cili thot dëshiron që të njihet që në këtë dynja. Dhe po ashtu, po prapë ky person, prapë ky preseleve thot, unë nuk njoh asnjë person i cili thot dëshiron që të njihet thot, bëhet i famshëm, vip, po të vajton të shisot, vetëm se Allahu Xheleshanu thot e ka bërë që t'i largohet feja ati thot edhe e ka fliqur si të njerëzve. Dhe njeriu i cili kërkon të duket, të shtiret, mos e zot Allahu Xheleshanu i ja qirr atë perden e fshëtësisë dhe ja nxjerr në pa ato gjunafet e tij. Apo si thot Imam Maliku thot, kam njohur njerëz thot, që kanë qenë pak të devotshëm thot. Nuk njihesh. Ama ishin njerëz të qetë që nuk merreshin për gojim të tjerë thot, dhe askush nuk i njihte. Dhe Allahu Xheleshanu i nderoi ata. Jo ka fshehur edhe gjunafet që mund të kishin. Ashtu siç kam njohur njerëz thot, që ishin ditur e devotshëm dhe bënin punë të mira, ama Allahu Xheleshanu i fliqen si të njerëzve sepse kishin dëshirë për të dukur, apo merreshin për gojë të tjerë. Ibadetet e fshehta janë shumëta. Përveç atyre të dukshme, ne dimë që kemi namazin farz si falet në xhami dhe është i dukshëm, por ka namazin nafile sa dush. Jo më kot namazet sunetet më të mira janë që të falen në shtëpi. Përveç farzave. Agjërimi nafile ka sa dush. 2 ditë në javë, 3 ditë në muaj, ditë e bardha, ditë e ashurës e të tjera. Sadakaja po ashtu. Dhikri po ashtu. Dhikri po ashtu. Ka një personet të profetit sallallahu alaihi wasallam të oj dërguar Allahu Xheleshanu më tha më janë rënduar gjithë të ato detyrimet e Islamit. Më duken pak tepër, si t'ja bëjnë. Profeti alaihi salam tha gjua jote thot ti jetë vazhdimisht e largësht me dhikrin e Allah. Pra më thimi që mos thresht asnjëherë. Dore se njerëzit kur flasin shumë, do thahet gjua. Pra, deri që ti mos u lodh asnjëherë me dhikrin e Allah. Dhe dhikri i Allahut është istighfari, salavatet, la ilaha illallah. Gjitha dhikrat që ju dini në mëngjes e në mbrëmje, apo edhe për hecë rrugës. Gjitha këto bëhen shëtësi. Askush nuk i di veç Allahu Xheleshanu. Këto janë punë sinqerta dhe të fshehta që nuk i di vetëm Allahu Xheleshanu. Dhe i të runë zemën ty, me këtë zemën e pasaj shkojmë të pasër dhe sinqerta e Allahu Xheleshanu. Nuk pas zjasë më tepër, Zotë më ndërafë për vëmendje, shpresoj të kemi qenë qartë e kuptueshme dhe si pa më zgjidhje. Allah shpëlej të mundë që këtë fjallë të artë që ka me nga zemën, sigurisht që ndikojnë në zemën tonë. Bismillah, Azza që Allah me fajnë për ata, që i përmemet që Allah dhe që i dënë rëgjët të ri, e në ri, e të ri, i dhe vëqëm, i fshet, dhe i dashët e Allah, Azza që. Bismillah, Azza që Allah me ngasën në zemën tonë, në këtë mund të gjënim, u me gjënim të brejtë të rësinë zemës, dhe këtë e shumë në qëlluar, që të nevojë mjetën të gjurë. Përdet, të fjallë të artë që durën e brejtën dhe me e zemë të bismillah të gjërë që Allah të në durën të mjetë. Dhe se ne avizin e të kena avizë të Kur'anit. Dhe të daftojmë inshallah ne të ndëni e lehrat e Ramazanit. Dhe të flasë në shqipte të thoshi, sa mësuar në fjallë. Profesor Mizarët, të tëre. رمضان بالليل الفراق يسير والقلب من ألم الوداع يزيل رمضان إنك سيد ومهذب وضياء وجهك يا عزيز جليل
لها التسبيح والتهليل تلك المساجد والدعاء مدور لله جل جلاله التبجيل رباه فرحا فالذنوب تتابعت كالموج في لجج البحار يسير واغفر لعبد آب أوبة صادق واقبل دعاء حرفه مذهول أنت المجيب وأنت أعظم من عفا أنت المجيب وأنت أعظم من عفا أنت السميع وإن دعاك جهول أنت السميع وإن دعاك جهول ذنبي وإن ملأ البحار فإنه في عفو مثلك يا كريم قليل ثم الصلاة على النبي وآله والصحب ما شمل الدعاء قبول. ما شاء الله اكتشفنا السر كل ليلة ناخذ الشيء ناس بلوها دي سكرات شوف صديقي الإلهية ما مجنون تشتمس برجال تشتكي الإلهي سناش الدارت دي مش الدول ده هو كده بين رمضان تطبق من اللود بلا مسيحهم الدار كان بلا من اللود مسكوي خالص Tregoje për dhejti për ma se na I shqinëzojnë misafirë sikur se limonin qaj. Tërgjim. Pra vëllezër, ne kemi dhe hoxhën e nderuar. Hoxhën e nderuar që ishte djali I hoxhës së zemrës tim. Hafiz Idris Tamam, Allah më shirë. E kam marrë si po, e kam pasë si po ty. O dhe nonën e ti, Allah Azza wa Jalla, këtohë me gjennet, cilën I mujë Ramazan, ditë natës, në 3 natës, në 4 natës, këtohë. Tash në vishë një që të shpia, s'po jitën në këtohë. Allah Azza wa Jalla, I begatohë me gjennet. Prind, më të hoqë, më të shamir të sunnetit e dinit, nuk kam pasin ja. Kam jetu një muj kam qëndru një Ramazan me to dhe kam pasin si do të fe, si ndërët mësafiri dhe si gospiten maksimalisht dashamirët dhe si I bon hizmet fes Allah Azza wa Jalla të këtëruar. A vëzindrisi në Ramazan I banki afërsisht mes 30-ës edhe 30 e dishka hafme. Allah Azza wa Jalla më shiru. Ka jetu në Kur'an dashamirën maksimalisht I sunnetit pejgamberit Allah. Dhe më kujtohen në gjallarët e vjetër më ledhë shmjarnat e pasaj nëse proma në formë të shakës hajgarës dhe këta e kam mësu shumë sejnë e kam mësu për e fëzidrisë të Allah më shiru edhe thëshin nëse proma të kush përri ku shkojnë e të këtë një hoqë që mune nëse proma në qarë a fëzidrisë të këtë folin me folëvës ta banas të tjas të unë të pëse ta portin e orë të unë e ndune me të bojnë smetë se në bojnë mabet. Unë me orë të ti dush me bojnë smetë se në bojnë mabet. Shkoj të një gjemat li, a I në bani smetë në bojnë mabet. Allah Azza wa Jalla problem për këtë fjallë të arta të cilët ne kalon të nuk e harrojmë inshallah derisa të jemi qonë. Po Allah Azza wa Jalla ka nderuar kontributin dhe sakrificën e madhe në veçanti në atë kohë, si tash kollajsh me for për vetë. Tash kollajsh me muaslan. Tash kollajsh me partit, me vikat, që do mos në për ta, si e dini.
Po me gjitha ta Allah Azza wa Jalla ka kompenzu me gjem, nipa, besa, dashamirë të gjithë fesë Allah. Për një burë të mirë, Allah e ruën një fshat, një lagje, një qytet, një shtet dhe një kontinent. Allahu për një burë të mirë i ruën 7 brejtë. Allahu Azza wa Jalla, inshallah, e ban nga ato. Në mesin tonë kena dhe profesor Muhammed Tërmohën, i cili është ligjërues medresën Alaudinit në Gjilan. Që fëmijët e tonë nëse një trejtojsh një qumë ati, thamë mujsh një trejtu mi krasi të ritikon. Eshte, elhamdulillah, po bëni në të kënasht që elhamdulillah kontributin që e ka dhënë. E inshallah, Allahu Azza wa Jalla jep jetë të gjatë dhe ban të bereqesh. Të falësh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hoxhin nderuar Sallallahu Bajramin Nikoshir e këtij takimi dhe gjithë ju vëzhëllar e xhamatli bashkëpunëtor të xhamat dhe kontribues të xhamisë së madhe këtu në Kumano, Hoxhin nderuar dhe i veçantë nga Shqipëria e provës shqiptare, Hoxha Jusnian Togli, që është lidhë dhe krenari që t'jam në krah të këtyre të hoxhallatëve, si dhe ju të ndashëm vëllezër të pranishëm të gjithë ju përshëndes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa s'kom fillu, po tentoj me buni pazar për herën. Une për dallim për i hoxhës që ta moderimi s'ko ka i letë, unë mjenë shumë i letë. A ligjerimi mjenë i randë. A i në trojnë rrëtet. Unë e hetë së në hi para juve. Edhe jam shumë i bindë që me shumicë këtë gjematë kanë qenë me më hoxhës atë na. Kështu që ta që ta rena për ma moderimin me shumë sinceritet dhe knaqësi. Azës që sa Azës e Allah ishë vlerë për kondrët ne kemi ndajnë që të përfitojmë nga ju. Unë jam një pejmë e cila be vetë. A këto janë nga pejmë që duhet mi shku. Si do që tjetë. Të ndëruar vëllezër, të kësaj xhamie që dhe sot ka pas një anë që propozu një ndru, xhamia që nuk e zënë xhamatin nuk quhet e madhe. Xhamia që është e madhe në Jesin Begi, do safat pa mbushur, nëse keni mendu që është e madhe pas një zvoglu, atëherë autoritetet politike, fetare në Kumano në të mendojnë për një xhami më të madhe, sepse kjo nuk po i kry ka nevojat. Në vigjiljet të kësaj që u tha nga hoxha i nderuar, ne të nderuar vëllezër kemi nevojë për vepra të shumta, të mira. Dhe në përgjithësi veprat e mira që ne i bëjmë na duken të pakta krahasuar atë që na pret në ahiret, si në kohëzgjatje, ashtu edhe në shpërblime që dynjaja është e shkurt e edhe veprat janë të mangta, të pakta, të vogla, nëse i zbërthejmë në ahiretin e gjatë, e që është pastaj me begati që nuk i ka dynjaja. Për këtë arsye me të lartë, ndoshta duke që deprojnë kur neve na mësojnë vazhdimisht të bëjmë punë mas punës, فإذا فرغت فانصب
wa ila rabbika farghab. Kur ta krysh një punë, i tha Allahu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, "Çu bën një tjetër." Edhe Zotin tënd synej. Pra nuk është qëllimi në dynja që të kemi ndonjë ditë pushimin nga punët e mira. Hoxhallarët këtë ditë ju kanë motivu për ta agjëru Ramazanin, ta bon të kryet Ramazani, me njëherë keni me pa hoxhën të bërtit në gjumon e parë dhe 6 ditë të Shevalit mos i harroni. Edhe sa thotë ju kur ta lesu prej agjerimit, veç kur ta bjen ibadetin tjetër, edhe ta numërën si kur do që ke tjetër që ke pasbohu me 30 Ramazana për 29 s'ka pasur fabjere. Jemi të mësum dhe të motivum prej vetë kësaj që përmendet ku Allahu Gjelle Gjelaluhu e urnoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që punët të mos të ndërpritën. Në anën tjetër njeriu është i prim mja majtë të ka shumëta, gjithmonë e dëndë shumëta. Allahu tha, "Elhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir." Është interesante se në shumë çështje të dynjas ju habiteni edhe harroni ahiretin duke vrapu mas të shumtës. E shumta në pasuri. Kur njëherë nuk di njeri sa është kufini me u boj pasur. Çdo herë ja qet vetes një objektiv të caktuar, po vjen një moment ku ajo objektiva i do këtë kodër e vogël, ko ka mirë, mja mësy një kodës ma të madhe dhe me mërrinjit diçka më shumë. Derisa e përshkrujti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me i pas njeriu, me i arrit 2 kodra prej arit pasuri, 2 kodra prej arit pasuri, imagjinojnë tashmë, zdinë, s'punojnë shifrat me llogarit sa mundën me qenë ajo pasuri, kë çka bën njeriu thot synon me pas tretën, edhe një kodër mi bo 3. Bile po akillë tjep dërës të Allahu është tek dhe të në tekin, me mi bo 3 kodra me ari më mirë se sa 2. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e ngohë njeriu, nuk ja mbush gojen kush tjetër për posë dhejhut, ta më që shë tha Allahu në atë ajetin që e citova, juve ju mahnit e shumëta gjithmonë e deri sa t'i vizitani varët dhe sa të ndesni. Kjo është shumëta të ndëruar vëllezër, me bova ki kjo let e ki, ndash bëne me fëmi, ndash bëne me të mëdhej, ndash me të vjetër, si testi, gjithmonë keni mundnash të kesh. Veç ja bën dikuj që nuk e din. Me thonë një fëmijës që i din numrat, deri 10, a me t'i dhonë 2 euro a 20 cent, ka mi lyp 20 cent, se 20 që e dim që e maj madhë. Do më thonë numri i madhë e mahnit ato. Do më thonë e madhja e shumëta ja bën njerëzve të dëshirueshme gjithë shkafen, pra pozitën, vitet e pozitës, pasurien, e vladët, do më thonë gjithmonë të e shumëta vrapon. Me bova ki dikuj që nuk e din, që nuk ka një maharët për diçka të caktume në shëndet, për shamu, mi thonë tensionin gjunati e pas keni qenë 20-80, si pas gjitha parametrave të kërkume, ne me gjithat kur shkojmë në halëgjit për i këtujt, mja bo bërhe, shka thojmë? Allah e ka bulli shalom, lutemi që Allahu mja pranua. Në Ramazan, në iftar e edhe ditën e Bajramit, ne kemi agjëru, kemi nejtë pa buke pa uj, ne kemi sakrifiku diçka prej vetes, por me gjithat e kemi këtë frikë, Allah e ka bulli. Pra, Allahun me lut, por me pranu ibadetin tonë, sepse nuk është rejtë e sigur që është kry puna. Pastaj, edhe në për namazën, do më thonë kur falemi, a praktikoni këtu, sa, s'tuni të zoti ka punë, që? Në gjamine ju, qyshja, po se ke tjetin edhe ju, s'keni ka deni, dhe ju veç ma fort lutni, edhe i bëni tu, dhe Allahu ka bullë gjitha i badetit, Allahu ka bullë edhe dhikrin, a pa hoxha, tha, më sprit një badi hava, të më bëni dhikr, kështu që edhe ma shumë lutni, e din, do më thonë, në gjitha aspektet veprat e kanë një nevoj që ato të jetë të pranume, nëse jenë të pranume, me njëherë në duhet një diçka tjetër me i siguru veprat. Ne për këta do të flasim tash. Qysh me i siguru veprat të tona?
A mundet vepra jonë më kun e mirë, por mos me qëndru e mirë. Kjo është një rrezik i nderuar Allah. Xhallar kur kanë folë çdo herë për veprën, çdo herë kanë përmend çështjen e niyetit, çështjen e ikhlasit, që vepra kur bëhet për me qenë e mirë do të jetë për hir të Allahut te xhelal. Tjetër, të mos jetë kryen në vete, të mos jetë shpikje e jotja ose e dikujt tjetër, po të jetë praktik profetike e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Na ke mësuar Zoti atë vepër me bo. Nëse ka këto dy komponente, vepra është e pranueshme. Do më thonë, ne e synojmë që t'jetë e pranueshme. Ama, ndonjëherë kem qef para ahiretit me aqit provën. A është në rregull, as është në rregull, a u pranu apo nuk u pranu. Derisa jemi në hisën e 3 të Ramazanit të këtij viti, ka vend që tash edhe si jemi në përfundim, që mos me vajtu. Ka vend që tash me bëni analizë, a na u ka bu kabull Ramazani apo jo. Qysh me ditë në këtë? Me ditë se Allahu xhallal xhelaluhu për do vepra ka tregu synimin se çfarë ka dashur ai neve të na bëj të arrijmë me realizimin e asaj vepre. Në këtë rast për agjerimin përmendi Hoxha la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju ta shtoni takvallëkun, devotshmërinë e cila është në zemër. Depoja asaj po dihet ku qenka. A u bo kabull agjerimin. Të mos e marrëm këtë çështje hajgare të nderuar vëllezër, se i dërgumi sallallahu alaihi wasallam tha plot ka njerëz që nga agjerimi i tyre përveç etjes dhe urisë nuk marrin ujë. Zoti na ruaj, mos kofshëm prej tyne. Pra ka rrezik na me met vetëm të esht dhe të und. E mos me u konë të shpërblym në kuadrë të agjerimit. Pse? Sepse shumë e thjeshtë, objektiva e agjerimit nuk është realizuar. E qysh me dit na a u realizu objektiva e agjerimit, la'allakum tattaqun, qysh me marë takvallëkun. Na për çdo ditë kemi malet. E shefti vepra e mirë apo t'vjen e ronda e lehtë. Vepra e mirë apo doket e rond apo po doket e lehtë. Nëse vepra e mirë e kërkume në original, njeriut i vjen e rond, njeriut i vjen e rond. Bën e mend ti me një vëlla tondin, me një kusherit tondin, me një të afërm tondin, kur të bëni dhap për namazin. Ai nuk e fa namazin. E fa në ndonjë xhumo. Kur të debatojsh me të dhe i thu dush mjanis mu fartët qef këmë. Mirë është, po i ka mune do punë, a i ty në muhabet e si për të konsideron një pensioner që s'ki shka bëndi. A i kish do punë se ti jo, ku që s'ki. Pse kështu a i e logarit, është e ronë, vepra namazit për të është e ronë. E pse është e ronë? Krejta arsyetimet që mund t'i dalin ati, i kanë krejt njerëzit, por ati i bëhet një blokade madhe në çështjen e veprës, sepse në këtë drejtim i mungon kjo devotshmëria. Por këtë arsye, ai personi që ditën e fundit të muajit Shaban, ditën e 30 të muajit Shaban, nuk është konë në gjendje. Imagjinoni po, aki edhe kështu ka ndodhur, sigur në këtë vit, nuk u konë në gjendje gjumon me falë, mes ditë, kur ke pa një aci për terapi, hazër. Do më thonë paradoks kjo. E njëjta ditë, me pak orë ma vonë, po valla u lidhën shejtanë. U lidhën ata, po edhe ka edhe do faktor tjerë, edhe mundohet, pra është që ajo devotshmëria ta shfillon me e aktivizu që vepra mundohet ma e lehtë. Hoxha e definoj shumë mirë dhe qartë e thjeshtë. Takvallëku është sikur me jesë në përthera, më rujt. Ose definicioni pak ma profesional që po ashtu e përmendi, ishte me i bo detyrat që i kemi dhe mu largu prej haramin që i kemi. Ka dikush që të detyrat mire ka punën, të haramin nuk e ka punën mirë. Pra, me marë shemblën e mekanikës, bosh pumpa mirë i punën, karburatori mirë i punën, mirë ja djekë,
Për pjecën mirëqën, me frej ka problem. Kështicat nuk bojnë mirë. Domthonjë kur vjen puna më unal, e ka problem. Allahu Jalla Jalaluhu kur na livdon thot wa nahan nafsa 'anil hawa. Thot kërkohet që nefsin me nal prej dëshirave, prej pasioneve. Dhe këtu duhet po ashtu devotshmëri shtesë. Kjo devotshmëria shtesë që ty ta bën të lehtë me kry një detyrë, edhe ta bën po ashtu të lehtë munal prej një haramit, këtu e ki punën mirë tash, këtu e ki qëllimin mirë, Ramazani jëtë është në rregull. Po a me testu vetën në Ramazan, jo, nuk po të thëmë me testu vetën në Ramazan. E sheti në Ramazan dhe jashtë Ramazanit sa kem ledhë prej kësaj devotshmërisë. Na duhet me bo punën me devotshmërinë vëllezër, tamam që bën bleta me mjartë. Ju e dini, në parim, bleta prodhon mjartë për vetë, prodhon për neve. Na ja vjedhën bletës. Në fakt, na ka mësu Allahu, nuk jem hajna ordinar, po në parim, bleta prodhon mjartë për vetë. E pse e runë ajo? E ka kuptu qartë që nuk ka lule për ditë. E ka kuptu që nuk është e mundshme çdo herë me marë prej nektarit të duhun. Andaj ajo duhet me paketu, duhet me bo hojet e veta, duhet me bo atë plastifikimin kushtimisht për dhëmë. Duhet me rujt qaq fort që kur vjen stina e dimrit dhe stinët e tjera që nuk ka mundësi ku me marë nektar dhe ushim, ajo mu shy me mjartin e vetë. Na pastaj shkojmë ja qojmë të shërbet, e i thojmë hati amin apet e ki, a mu këtë mjartën anaj neve, pra me këtë matematikë bomi të hajnë atë mirë. Anë në redu, edhe këtë takvallëkun me mujtë që shtu me përdojë ka pak. Ha, ti vyën mu furnizu vajnë dhe rumë, me takvallëk shumë. Sa vyën mu furnizu? E pasha zotin këtë nuk e dim. Se di për pjesë çfarë i kiti. Edhe të poshtë dhe të në qëfar i ki. Edhe unë tash nuk e ditë ati a pate problem me frenat, a pate problem me të ngrenë. A pate problem që nuk qohësh për sabah, a pate problem që nuk je në gjendje me ullë shikimin të. To si dita unë, ti vetës kalëzoj. Por për me të bo dhe njëna dhe tjetra e letë, e ki shumë letë tash. Duhet mu furnizu me takvallëk pak ma tepër, që këtë takvallëku jëtë me që pak ma shumë, pak ma gatë, me pas afatin e qëndrueshmërisë, ma shumë në mënyrë që ti kur të ballafaqohesh me njënën dhe tjetën me pas punën letë. Në këtë rast, mos u bazo shumë me hoxhën. Në thonë, hoxha që kaq ka bo, edhe unë që kaq. Me hoxhën masë, hoxha, në këtë rast, kur thonë hoxha, dhe kushdo që e bon punën si hoxha, e ka pak ma letë Allah. Sepse, hoxha të nditën gjami. A i letë që si hargjën të takvallëkin ka pak edhe shtanë, mrenda ditës. Do mënë zanati ti që ashtu është mrenda. Hoxhës, mi thonë dikush atë dalë me rrim me pip një kafe, hoxha ka qef me dalë me pushu pak, veç kur t'ja rangënë një 3-4 pyetje, e shtin mu bo hoxhë me zënë. Tu të dashtaj me pushu, a i është do më thonë apet në misionin e thirrjes. Hoxhës, me bova ki, me i arë një gru, me kajt një dert, aja gruja, para se me një në gjami, para se me një të zyra hoxhës, e vënën një shami, shtrem të drejtë, që është mujnë e vënën një shami, mblohë. Atë dertit që e ka unë shkryt të poshtë, me kalzu, hoxha është shumë i sigur të kësaj qështje. Për dalim prej teje, i ndëruar, biznesmen, e tjerë, ti drejtare, ti shef, të ti kur vjen me aplikua e kundore, ajo me pas familjen e hekë. Më konë pak e bukur, shkën pak një orë ma herë të frizerja, se kom e shku një intervjisë. Ti fitnë në gjima të madhë, të jema i provokumë. Mosu matë me hoxhën. Ty të vytë takvallëk ma shumë. Nëse hoxha i ka ninu 38 dhe unarë, malë, ti thuj për mua dhe 6 që varit pakjen sa halam duhen. Ma tepër sepse rrugën e kom të vëshqit shpionë. Rrugën ka kom e kalu e jemja është ndryshën nga ajo e jotja, andaj devotshmëria takvallëku neve na byn shumë ma shumë mu furnizumet e. Dhe nëse kjo është deri dikun në rregull,
kushti I parë për me qenë vepra jonë që na çon në ahiret, që me marrat gëzimin e madh të agjerimit. Këto e gëzimet vogla, këto e nevojat vogla. Agjerimi është me na qenë derën në Rayyan. Agjerimi është me qenë mburoj jo vetëm prej mëkateve në dunja, po me qenë mburoj edhe prej zjarrit në ahiret. Atëherë vllazën të nderuar, sicili prej neve tash kur bën një kapital të caktuar, sidomos po flas te pasuria, deti I parë. Omo hipotetikisht tash secili në vetvete ne ta mendon këtë punë. Me I pas për juve dikush $10,000 në gjë. Dollar me qëllim po e them se kanë qenë është më madhja. Me I pas mjallon secili për juve $10,000 në xhep, deti numër 1 çka është tash? Miruj. Se zojnë vendet. Ato dokën ta kryjnë xhepin. Mendon ti tash deri kur ta kryjnë hoxha bëhet iftari. Deri kur bëhet iftari tani shpejt me hongër iftar me fal akshomin e taravit, vjen bon vakti për mi mshef ato parat. Parat të njerëzit e pasur, hallin kryesor e kanë qysh me I siguru. Shëndetin që I ki, qysh me ruj. Apo do muftof, shumë lehtë, njerëz këtu dil hall për jashtë, mas 2 ditë me paraceta, me unë, me letra, me ballona, domethënë shumë lehtë. Qysh me ruj shëndetin. Qysh me pas preventiv, se Zati këtë takvallëku, që u përmend kjo është në esencë preventiv. Kjo edhe vjen nga një fjalë që e ka kuptimin preventiv të rrugës. Që domethënë duhet me na ruajt neve paraprakisht nga ajo. Qysh na me siguru veprën. Që ajo me mri në ahiret pa u prish. Tamam sikur bujku që ka korr arën. A mundet me thonë e korrëm edhe leje ashtu. Po bjen shi, s'është gale kryesore kemi korr. Ja s'ka me vlejcat natë. Zvon me rrug lakë, se kalpët. E shka duhet me bu? Nëse o pak e lakë shvet, duhet me terë dhe pak. E tani, duhet me qitë në hamar. E në hamar tani pse? Se duhet me pas ajo për aerosje ka pak vend, që duhet bile preferohet dhe me rrotullu ka një herë. Ndash me rujt me pas edhe në vitin e arshëm atë produkt. Hurmen duhet me terë, me tha, jo prishet. Pente ndryshme që na kemi pas të njëmshme, me I bo o shaf. Me I bo do më thonë tërë, se për ndryshit fresta prishen. Vepra jote I nderuar vëlla, a edhim ti që mundet mu prish? Mundet mu prish. Qysh me siguru ato me quna ahiret, du mi përmend përveç kësaj, me këshyr është e pranume, me këshyr elementin tjetër që është me njëherë masaj I kërkuar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton Ibn Majah, dhe dietarët e konsiderojnë hadith të punueshëm me të. Njerëzit në ditën e gjykimit dhe ka përmend bile shembull e unë këtë kam guxim në këtë xhamat me thonë në ditën e gjykimit thot vinë njerëz që janë sikur ju, me I pa janë sikur ju e bojnë punën lodhën sikur ju. E subhanallahu të shtuese shumë. Bile përmend thot marrin hise prej natës, pra falin namaz natë çashtu që falin. Lodhën ditën çashtu që lodhni ju, thot bojnë punë të mira e kur shkojnë te Allahu xhalla xhelaluhu, I shohin punët e tyre të mira sikur më konë kodra të bardha, që doken prej lagët. Edhe kur ti thuhet që ato janë tuat, produkti joti në ahiret kur është rrafsh krejt, ka me lakmu dhe ka me shku me nëzitim të punët e tina, të kodrat e tina që I ka bo prej punët të hajre dhe të mira, kur të afrohet nga të thot, jenë bo thot haba'an manthura, hi e pluhën. La ilaha illallah. Çka ndodhi kështu? Ata I thanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me nxitim sahabë, thanë, a bën me na kallëzu kush janë tash? Se ti përshkrimin që shebona neve po na dal që unë që aty jam brenda tyne. A bën me më kallëzu kush janë saktë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, në ibadete janë sikur ju, thotë veç një probleme kanë. Ghayra annahum idha khalu bi maharibillahi intahakuha. E kanë një problem, thotë që hoxha e fokusoj të për mirë,
që ibadeti, sinceriteti, bashkë i joti me Allahun xhallal xhelalu është tinza. Me paslon fen ton me men, na qëtë namazën me xhamat, me men, sudash me lon. Me men. Pse? Qyshti me ardhë këtu, mas hafizit e me kajt e mu përlot në zy njerëzve. Jo, le të shpia këto, ma mirë. Me men. Mirë po, Allahu xhallal xhelalu e din qysh e ka bo. Amo punt e mshefta jenë ato të mirë. Zatën agjerimi që Allahu ka qujtë kjo është për mu ekskluziv, nuk është namazë është për tjetër kanë. Po agjerimi është sepse është vepër të jetë sekrete dhe diskrete, të cilën njeriu munafik nuk e bën. Njeriu munafik mund mu falë, njeriu me munafiklëk mund me shku edhe në haxh. Njeriu munafik mund mu konë shumë dërdans, amo agjerus nuk ka nevojë mu konë. Sepse nëse duhet parasyve njerëz me thonë, unë sot kom agjeru, të paktën ka plot raste kur vetmohen, edhe mundet etjen me shumë. Mundet me hongër diçka që ai në iftar bara me neve që ndran biletet të utis shoku ke utusat. Pse? Se mundet me boket, se vepra është e gjatë. Është 14 orë. E njeriu nuk agjeron jashta për Allahun xhallal xhelalu. E që shka mundësi të këta njerëz të që i kanë bo këto punë të mira, të kanë një defekt që kur janë vetmu me gjunahin, aty kanë rënë problem. Kur e kanë pas rastin me bo gjunah, me pas rastin me bo mëkat, kur ju konë veç vetë, ata këtu kanë rënë provokim. Të dëruar vëllezër, sot më shumë se kur e kemi këtë problem, që gjunahet në vete mund të jenë të përhapura në shoqëni, në njerëz, jo pse ata dojnë mi bo, po për faktin se nuk mujnë me kontrollu veten, as më tepër kur e kemi një aparat cilin këto mu paskon iblisi me ushtrinë e vet, ish dasht ka një në vetë me na i dhon gratis. Dhe thonë që do e keni për neve, se ky ju nimon shumë me mritë na ma shpejt. Na i thojmë, po unë e kom Kurani këtu, e kom burojnë e muslimani këtu, ligjeratat i nga i këtu, e ajta në thëtë kadar të këtu i ki mirë, sa ti jesh me dikon i e mirë, si ta më shërës dherën e dhomës, ta në të kalëzën e ti shka këshyra të. Këtu o problemi. Kur bën vaki, hoxha me bone i gabim, si pas në kuj, me bone i ndryshim në qasje, veç kur ta këshysh do të i dojnë në des, hoxha i lëshove fejnë, i lëshove parimet, hoxha si shkon kur gjë puna jote, ti i shekon për atyne dhe atyne tjerve. Kur ti këshysh, kush ka shkru, e bu filani, i mshefte. Se ka guximin me qitë emni dhe mbi emni, me thonë unë jam Ramadan Bajrami, edhe për të thëmë qështu e ki që të gabe mu. Ja, unë jam me bu filani. Me mujtaj para hoxhës mi mshef komt, edhe me i thonë shka të dojnë, kjo është shumë e letë. Me kalimin e kohës, me vetë këta mi thonë mirë, nëse ndaj meje si hoqë po më shefesh, Allah të kohë, a i pijat, a ti diktot dikush mi ka i kështu? A ka dikush prej kësaj generatet e që se dim këtë problematik? Ja, me a i pijat dikton sakt, edhe me cilin telefon ke shkru, edhe për cila val ke shkru sakt. A e kon me tuat, a e kon me të gëshijës. Edhe val të dikton. Do më thonë, për organet e rendit dhe siguristi, nuk ko kejmë sheft. Për Allahun xhallal xhelalu, shka për ta mërmendja? Yastakhfuna min an-nasi wala yastakhfuna min Allahi wa huwa ma'hum. Janë në gjendje dhe të më shef prej njerëzve, e nuk janë në gjendje, nuk e kanë dronë më shef prej Allahu xhallal xhelalu. Allahu është në mbikëqyrje të tyre në mënyrë të vazhdueshme. Allahu është kontrollues në mënyrë të vazhdueshme. Kur njëherë nuk ka problem me energji, kur njëherë nuk ka problem me lodhje. Nuk ka nevojë më jutut njerëzve e mos më jutut Allahu xhallal xhelalu. Andaj, këta njerëz që bojnë punë të hajrit e të mira, edhe e kanë parasysh që puna hajrit dhe e mira që hyn në ahiret, ju bojnë thirrje, keni kujdes vllazën nga vepra që është mëkat që ti e bën msheft.
Dikujt mund më interesu kjo pjesë, a është drejtësi kjo punë mu lotit të natën, për një gjuna që përbëjshe ditën ose natën. E me të shly punë, po, innel hasenati yudhibne sejjiat. Punë e mira i shly punë të këqia. A është qështu ajeti? Po qështu është. E tani, po kjo qështë nga konvenon ka aspekti pozitiv, kjo ka dhe anën e kundërt. Se punët e këqia i shlyjnë punët e mira. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mas veprës keqe, bëni një të mirë me një herë e shlyjnë. Me bëva ki me të shku mendja, me bëni të mirë pas keqes mirë i ki punën. Po këshërët cila po është e fundit, si ta ajo loja e fëminisë që i kemi bo kile, a ta kalon vepra mirë, a vepra e keqe, cilën e kitit fundit. Me bova ki mu konë vepra e fundit e keqe, atër jetë në rrezik se e e shkatron veprën e mirë. Disa djetarë në komentrin e këtij hadith kanë thonë këto është fjala për munafikun. E dikush mund me thonë, po mirë pështova unë se s'ku këna të, jo vllazë nderuar. Ky munafiku mundet me qenë, kanë thonë, dikush që nuk e ka pastru vetën nga kalumja, e ka gjunajnë që nuk mund me shly. Mos kofsh hoq se në këtë dojtim çka s'din tani. Alamet njerëz që na muj me li se jenë burat mirë, po e ka një defekt që nuk ka mujt me për e rinijës. I vjen marëm atje dhe me lypë ndihmën e hoqës. Edhe është në dalalet hatashëm që ty s'ta mërmendja, a mu është vej për tepër e romë të zonë, që a e bënë, s'muj me hek dorë për i sajë. E po mirë, që të duhet me përmisu, nuk u konë pyetjet e ti veç me mësu shahadetin dhe 6 kushtet e imanit me i thonë si bil, mi thonë mërën, po është shumë më rëndësi veprën tonë dhe të keqe me eliminu eventualisht që kur je udhëzuar të paktën mos me qenë ajo prezent me ty, se jo, po ja la kabla tani pse ti duj kom lidh me izolir. Ka kush ja ek izolirin dhe i ka pa bet shumë shpejt i ka. Allahu na ruaj. Për këtë arsye na lutim o Allah, fundin e mirë bjena. O Allah, na forco këtë ditë, këtë net të fundit të Ramazanit, Hazullardja potencojnë shumë shpesh. Shka me bo? Shka mu lutën më tepër në rukuën, në sejdë, kur rukuja dhe sejdë janë pak më të gjata. Me tekst të veçantë, jam qallibel qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti që i rrotëllon zemrën, mbaje zemrën tonë teme në fenë tënde. O Zoti i Madh, këtë kërkesë kemi imediate dhe duhet sepse janë të plot ata që e kanë pas në ditë udhëzim, por nuk kanë mujt me qëndru gatë. Siguresa tjetër e veprave të nderuar vëllezër është që te Allahu mrin dhe janë kodra të mira të veprave, janë të pranume, e kanë kalu krejt testet, kanë arrit të freskëta në ahiret, po ti nuk i gëzon ato. Pse nuk i gëzon ti ato? Nuk i gëzon ti ato sepse me Allahun je kon mirë, me robrit, me njerëzit nuk je kon mirë. E unë e di që këtë tash besoj shumë shpesh Hazullardja kanë sfigu që duhet të kemë parasysh se muj me dalë para Allahut të falimentuar qysh ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush është i falimentu min mesin e juj, ata thanë men la dirham lahu wala mata'. I falimentu në mesin tonë është qaj që kur që s'ka, as një cent se ka, as një dirhem se ka, as ka kur farë të mirë materiale. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha s'është kjo, ky s'është falimentim, ky është i përkohshëm, ky është i dynjas. Falimentim për një është dikush që shkon te Allahu me namaz, që shkon me agjerim, që shkon me sadaka, edhe krejta këto i ka të pranume, krejta këto janë të verifikume, krejta këto janë të mira, por problemi është që ai ka probleme me njerëzit. Ka shku në botë tjetër pa u hallashtis me njerëzit, pa u marrë vesh me të tjerët kur ja ke bo një dëm. Do me ke mujt me bo, në hadith përmenden një 5 vepra, amo ka të shumë të tilla. Dikush thot ka shoh. E ta ne shka? Po a ke shoh pa drejtë? Po kur gjohë? S'është kur gjohë. Kjo fatkesisht e rrugë për ahiret tash. Aja shamja jote në ahiret, shkon në abdes. S'po shkoj ka shumë o gjë, po s'po shkoj ka shumë, sigur kështë e shavesh një herti. Problemi është që sidomos ai që shanë, ai ka fjallor këtë qështë. Dhe ai shanë disa në dite.
dhe ai krenohet me të. Domethënë shumë, amo tani bëhen shamet e tua që hupin prej veprave. Në ditën e gjykimit, ato që e ke shah, ati që ja ke mshu, ati që ja ke derë gjakun, qoftë plagjes, qoftë vrasje, ati që je ke prek në nder, ke shpik ndaj tij në mënyrë pa rregullt, pa drejt, ati që ja ke prek mallin, pasurinë në mënyrë pa drejt dhe nuk je marrë vesh me ta në dynja, ata në ahiret kërkojnë dëm shpërblim. Dëm shpërblimi i vjen sikur kur shkojmë na në umre ose në hax tash. I ke marrë 1.000 euro me veti, po gjom një uj po du me ble. Në uj po real aty. Me njerë do me vetë ku thehen të, që shkojnë të, që shmuj mi bo të paret këtyre tash. Sepse nuk na krymë punë ato eurot e tona. Apo po, në ahiret tash lypet me çfarë monedhe na muj mu pagu. Monedhat atje janë gjunate dhe sevapet. Kush është nëzar atje për dollar po? Me thonë mi ke pasmoni $1.000, këthemi 1.000. Dhe ti mi thonë që unë edhe me kamat po t'i kthej 10.000, dhe ose po më krymë punë. Pi natës vorit e tek nena paret kur gjësë më kanë mytë. Absolutisht. Po qka? Mu tash jënë të mytë të mirat që i pas në pas pak, edhe ka pak gjëna që pas në pas i shumë. Halli tash, mu të mirat e mija nuk po mjaftoj me shku në gjennet, ti mas e i mikit do të shame bërsh, ti tjetëri mas i ma ke pas mëshu njëherë, ti tjetëri më ke pas plagu njëherë, hajde pagu një ketë ka pak, njënit ja merë komplet Ramazanin. Edhe, në ty Allah ka bul po, edhe Allah ta ka bul, për namazi jetë edhe agjerimi jetë, shkoj dikun tjetër, Zotin arrujt. Një biznesmen musliman fetar në Kosovë, më pati habit me kuptimin e thellë të këtij hadithi, vëxhallar të respektuar. E kishte një biznes që, për mos me detaju në ta shumë, është të vështirë me kontrollu punëtorin. Do më punëtori me darë tjetë. Një seret tipta që nuk mujnë mu matë. A i kishke disa pikat tila në qitjes, po i thëmë, dhe tha, unë e tha kush, tha kujdes na shumë që këta menaxherat që i zgjedhi, tha dhe i paguj pak ma shtrejt edhe mu punë 5 vakli. Mu bo qefit është, mashallah. Elhamdulillah, dhe më thonë, pe motivoj ka fetaren edhe, tha, me thonë drejten, tha, unë i kom 2 interesa të. Në një 5 vaklia, tha, i dutet Zotit edhe marun modën, tha se unë, në original këlloj biznesi, kjo tha ja bot me familjar, tha ja me njerëstu i nuk bot, se do të shumë besim me pas. E tha me namazri, tha, ka doj mirë sa ka shumë. Po e dita që dhe herë parja tha është e keqë. Din me të mashtru. Din me paj që nësë që të kuptu sa u bo shqitje sëtë. A i më shefta, në 82 e 3, edhe tha, ju këmë thonë kështu. Kush keni në i smuj, kush keni në i darsën, kush keni në i problem në i halë, ju vynë 100 euro, 200 euro, Allah hile me lyp një se javë javë, edhe jo me kompenzim, jo në amën trogës, falë javë javë. A boni vakine i ku i shkoj menja me mi vjerë, thot kur dynjat nuk javë lypi. Pse? Për që të ju ku marë namazli, në heret me juve, kom me shka barazova, më vynë namazat e juve. Pra, musliman e gjuna qarë, se shka mi marë ati. E këti ti barë tash namazën. Bënë e men që dhe ku kam ri biznesi. Dhe ku kam ri logjika e përfitimit nga kjo hadith, pra, bënë e men që vepra jote ka që mirë, ka që bukur. Këto të të agjerimin dhe këto namazët që i ke farë, këto terapit bukura, mujnë me në shku hoqë nëse na nuk i kemi parasysh me rrujt veprën edhe në ahiret, nga para llogaritjet që mujnë me na bo me njerëz të tjerë. E ju e dini që përfundimi i atij hadithi thotë, derisa njeriut ti humbën të gjitha veprat e mira. Kur i humbën veprat e mira, s'ka më shka mu kusurit më, atëherë ja nis ai tjetri thotë ai se unë kam të gjunahe të jap. Pra mundsohet kësaj që ai më të ngarku me gjunahe, e mundesh me dalë i dëshmuar para Allahut xhallahu xhallahu. Allahu të nderuar vëllezër, ja bof të gjitha veprat kabul dhe ja bof të qëndrueshme që rrinë të Allahu xhallahu xhallahu dhe ja bof të tilla që janë kodra mbi të cilat hipni i vendosni kom të juja e asasi të bëhen i ebluhun sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu shpërblej për këtë fjalë të alta
Inshallah, lusëm Allah Azza wa Jalla që të bënë të ndi rritë këtë dënjo dhe në akhirat. E ne kur vene se Zoti nuk I dikta dhe I gjana I vinë shkoq, është Xhami. Se do të thonë Xhami, Mollazemi është Allahu e rritë në Turki, kur ishte fond talete për talete, në shkollën Ramli. Dhe në qosh në shohë të një klasë të qote, kështë pa probleme konë. Që I përhoqën në që në të qote. E kërë sorët të kërë për shëndet ata, më lanë dorë të qëta të parë të mëranë. E kështë e thonë kja gjithë të pësone këtë taleba se të nga Xhami. I rritë më tha. A tha, pia të ditë ta kursu nga ra. Tha, nëse nuk e beson të aprove. E ne e tha, ne kur të vinë agjendet, pja gjithë Allah I ka pu, unë shkë, ne shkojmë e përhajmë, bile muj, nejësëm, sa për liqë. E njëri si kështë ditë se për ne shekë, në Shqipëri këto në që të kanë traditë zakonë, ku të lena gjivë të tonë, e I hoqë, shkojmë e përhajmë, Allah I ka pu dhe më këtanë hoqë. E njëri si kështë ditë, rejme, që tonë, a në shkojmë e përhajmë me hoqë në filonë, në vëllës di që me bon, a për do të përgjohë, që të ditë për sa që tragjike të përgjohë. Shka do të me bon, të mësohë të I parës e moskorinë, dhe të shkëm të agjiet, kina qëtë zemzem, uj zemzem. Edhe uj zemzem I du në qeze, na e mbolë me pojmë do, këte mu ka kible e pi me një fitë. Ta ma, më rejë. Edhe shkojnë, kur shkojnë e din, a I si kështë qitë zemzem për kështë qitë qaj. Edhe kje ka morë qaj në zërë, edhe I këtët të këtine qaj, për qaj. Bismillah, me një firë, gjejke që kërëmohet. E të të më bareki, ta ose sa pas ka dalë pipurinë, a I nësë ka në këtohë. Pra lusëm Allah në Azza që Allah Azza që ishtë përblej juve të pranishëm, gjithashtu organizatorë të cilët faktikisht në të qenë ato, në s'kishmit mujtë edhe me realizu. Allah është të blejtë me gjenë në të Firdaus, në veçanti musafirët, ju që kemi gjithë kohë këto ditë të ibadetit, ditë të angazhimit, dhe keni lanë familjarët, keni lanë në obligimet e juaja, keni armëna nderu, Allahu ju nderu të njohë dhe në akiret, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تعال شايف بكيم Djelni për para atje, ku janë ato, ku veshinje e djene më një ranë, në sarë të patë. Të heke. Na duhet me pasu të rejnë. Thank you.